Mbrëmjen e kaluar, Prishtina ishte skena një prej dasmave më të komentuara të këtij viti, ku Fisnik Pacolli, djali i ish-kryetarit të Prishtinës Selim Pacollit, kurorëzoi dashurinë me partneren e tij, Jetën. Ceremonia u zhvillua në një nga ambientet më elegante dhe të bukura të kryeqytetit, duke sjellë një atmosferë festive, plot emocion dhe ngrohtësi. Të pranishëm ishin familjar, miq të afërt, si dhe shumë figura publike të njohura nga jeta politike, artistike dhe shoqërore e Kosovës. Dasma u karakterizua nga një organizim i nivelit të lartë, me dekorime luksoze dhe një program të pasur muzikor që e bëri këtë natë të paharrueshme për çiftin dhe të ftuarit. Të gjithë syt ishin të drejtuar nga dhëndri dhe nusja, të cilët rezatojnë lumturi e dashuri në çdo hap të tyre. Megjithatë, në mesin e të ftuarve mungonte një emër i njohur dhe i rëndësishëm për familjen Pacolli, Begjet Pacolli, ish presidenti i Kosovës dhe një ndër figurat më të njohura politike dhe biznesit në Kosovë, dhe njëherësh Axha i dhëndrit. Mungesa e tij nuk kaloi pa u vënë re dhe nxiti kurrishtjen e të pranishmeve, por gjatë fjallimit të tij, Selim Pacolli e sqaroi arsyen e mungesës, duke thënë se Begjeti nuk ishte mundur të merrte pjesë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Ai bëri të ditur se Axha e tij sapo kishte dalë nga spitali në Zvicër dhe për këtë arsye i ishte pamundsuar të udhëtonte drejt Kosovës për të qenë pjesë e kësaj dite të veçantë për nipin e tij. Fjallimi i Selim Pacollit u prit me mirë kuptim dhe emocion nga të pranishmit, të cilët i uruan shërim të shpejt Begjet Pacollit, duke shprehur dëshirën që ai të rikthehet sa më parë në gjendje të mirë shëndetësore. Edhe pse fizikisht mungonte, prania e tij u ndje përmes fjalëve të ngrohta dhe përkrajes shpirtërore që familja i kishte ndjerë. Në fund të mbrëmjes, të gjithë u bashkuan në urimet për çiftin e ri, duke i dëshiruar një jetë të gjatë, plot dashuri, lumturi dhe mirëkuptim.